Pas 12 vitesh ende diskutohet se kush e zgjodhi Lulzim Bashën në krye të Partisë Demokratike. Në fakt, Sali Berisha akoma nuk është treguar i sinqert me demokratët, për të paktën një herë në jetën e tij në lidhje me këtë rast. Lulzim Bashën nuk e zgjodha unë, ka deklaruar Berisha në një konferencë për shtyp. E zgjodhi antarësia, unë thjesht e mbështeta. Tani pikërisht këtu qëndron edhe gënjeshtra, edhe hipokrizia dhe skemat politike që janë deri në neveri. Nuk mund të fyesh gjysmat e demokratëve që morën pjesë në ato votime më 22 korrik 2013, kur vetë Sali Berisha urdhëroi flet votimi me numër serie, kur vetë Sali Berisha dirigjante të gjithë procesin e organizimit të zgjedhjeve. Vetë Sali Berisha ishte garantuesi i këtyre zgjedhjeve, pasi në zyrë i kishte thënë Sokollodashit se ishte garant i tyre. Me fitoren e Lulzim Bashës, fitoi Sali Berisha. Ky i fundit ende edhe sot nuk tregon pse ka telefonuar vetë deputete, ish deputetë dhe njerëz në qarqe që të marrin pjesë në mbështetje të Lulzim Bashës. Sali Berisha ka urdhëruar njerëz të strukturave të organizimit në Partinë Demokratike, disa prej të cilëve ishin ushtar të Lulit dhe sot janë ushtar të Berishës, të shkonin në përdek të ndryshme të thyenin zyrat dhe të ndërronin bravat, siç ndodhi në Durrës, Korç apo Fier, siç ndodhi në shumë qytete ku telefonoheshin njerëzit dhe kërcënoheshin se mbështesin Sokollodashin. Sali Berisha thotë se nuk e zgjodhi ai, por e mbështeti. Por Partia Demokratike është partia e Sali Berishës, është ai që ka nga pas shumicën e mbështetësve. Këtë e tregoi edhe pasi Lulzim Basha e përjashtoi që Berisha e kishte zgjedhur Lulin. Jo, nuk diskutohet edhe që Lulzim Basha më pas e hodhi Sali Berishën, edhe kjo është tashmë e provuar. Dhe Sali Berisha u rikthye në Partinë Demokratike me një lëvizje të pandalshme, siç ishte foltoria, duke u treguar Bashës dhe të gjithëve se ajo Parti Demokratike ishte e tija dhe ai kishte shumicën. Asnjëherë në asnjë rast Lulzim Basha nuk do të kishte fituar në rast se nuk do ta mbështeste Sali Berisha. Megjithse ka thënë se nuk e zgjodhi ai, me lojën e fjalëve sërish Sali Berisha tregon se nuk ka qenë garantori i garës. Është ai që e ka manipuluar garën, është ai që e vendosi Lulzim Bashën në krye të Partisë Demokratike sepse është mbështetja e tij që i dha dhe nga Tropoja në Vlorë dhe nga Lesha në Korç, nga Dibra në Elbasan, nga Gjirokastra në Durrës, me militant, me flet votimi të numëruara, me proces zgjedhor të manipuluar, me qindra e qindra antar të Partisë Demokratike në zonat ku ishin konfirmuar si mbështetës të Lulzim Bashës të hiqeshin. Ai kujtohen Sali Berishës telefonatat e egra, kërcënuese, shantazhuese dhe fyese nga zyra e tij, kur njerëzit dilnin e bënin hapur fushat për Sokollodashin. Dhe siç e ka thënë një herë në sinqeritetin e tij të munguar në emisionin Opinion, baza e partisë donin Lulin, por drejtuesit lokal donin Sokollodashin. Në fakt edhe baza e Partisë Demokratike donte Sokollodashin, por duhej pikërisht ajo që tha Sali Berisha, mbështetja e tij personale ndaj Lulit, që më pas të zgjidhej veti preferuari i tij, kryetari i Partisë Demokratike. Doktori i ka humbur zgjedhjet edhe në 2025-ën. Mbështeti Lulzim Bashën kur humbi zgjedhjet në 2021-ën, i garantoi trashëgimin në 2017-ën, i dhuroi partinë në 2013-ën dhe sot e kësaj dite sërish vazhdon dhe gënjen për të paktën një gjë që duhet të kishte sinqeritet të plot përpara demokratëve. Duhet të thoshte, po, unë Sali Berisha e mbështeta Lulzim Bashën dhe pa mua ai nuk do zgjidhej kurrë kryetari i Partisë Demokratike, se asnjëherë nuk e ka dashur. Por doktori e pranon, e di tashmë dhe njeriu që e prodhoi vetë duke menduar se do të ishte ai zgjedhja e dur, i rezultoi një dështim, i rezultoi një vrasës me pagesë dhe për më tepër, vrasësi i tij i keq përdorur nga ndërkombëtarët, por edhe nga pushteti i Edi Ramës. Me gati 20.000 vota në të gjithë Shqipërinë, afërsisht i ka hequr 2 mandate PD-s të aleancës së saj. Por doktori, në vend që të merret me Lulin dhe të theksojë të vërtetën e tij, që ai ishte një dështim, një katastrofë përzgjedhur nga Sali Berisha dhe pikërisht kjo situatë që po kalon sot Partia Demokratike, fillon nga zgjedhjet e korrikut 2013, nga ndërhyrjet e Sali Berishës për Lulzim Bashën, nga mbështetja e tij për Bashën, për të detyruar antarësinë që ta votonte për kryetar të Partisë Demokratike. Dhe atje ka filluar çarja e parë, përplasja e parë që në bazë, në struktura, seksione e grup seksione, ku u luftuan, u ndanë më pas vazhdojnë në 2017 me përjashtimet në valën e dytë të dëbimit të njerëzve. Herën e parë u dëbuan nga struktura zgjedhore në 2013-2014, më pas u larguan të gjithë në 2017, jo vetëm ata drejtues që ikën si deputet, por me 10 anëtarë militantë që dëboheshin se shiheshin si njerëzit e Sokollodashit. Përplasja e tretë ndodhi në vitin 2021, kur sërish Sali Berisha i dha Lulzim Bashës partinë në momentet që e shpalli non grata. E mëtej, një përplasje më e madhe do të ndodhte përsëri në 2021-shin, kur Lulzim Basha do ta përjashtonte Sali Berishën nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe do të vazhdonte deri në 2022-shin, deri në konflikte fizike, sulme në seri e deri në fund në vitin 2023, kur Partia Demokratike e Berishës hyri në zgjedhje pa vul, sepse Luli e kishte futur në xhep dhe e përdori si noter për të marrë kontrata financiare me Edi Ramën. Dhe sot jemi pas zgjedhjeve të vitit 2025, kur Sali Berisha ka humbur zgjedhjet dhe sërish nuk e pranon se dështoi me përzgjedhjen e tij që ishte Lulzim Basha, por thot, thjesht e ka mbështetur. Pas Sali Berishën, Lulzim Basha nuk do të hynte dot as në oborin e Partisë Demokratike dhe jo më te Selia, aq vlente për atë parti, por ishte doktori që e solli Lulin madhështor dhe tani vazhdojnë me pasojat e koalicionit madhështor, e faktin se nuk e zgjodhi doktori dhe duhet ta besojnë këtë gënjeshtër në vitin 2025. Dhe tani vazhdojnë me pasojat e koalicionit madhështor, e faktin se nuk e zgjodhi doktori dhe duhet ta besojmë këtë gënjeshtër në vitin 2025, sa i thjesht e mbështeti.